Por, si që thash... Çfarë të mungon nga Italia? Tash nga Italia, mund të themi pak ushqimi. Ushqimi, ë? Po. E kanë më të mirë ushqimin, ë? Nuk është që e kanë më të mirë, po kam për shembull ata gjëra tradicionale si që mund të keni ju këtu, nga vendi im që me mungojnë. Po mirë, na e thuaj një gjë. Një cop focaccia për shembull, këtu nuk ka. Po, ka focaccia këtu, po nuk ka focaccia si që bëjnë në vendin tim. Në vendin tënd. Ajo me mungo pafund. Tjetër për shembull, ka ndonjë gjë, po mirë, nuk bën ti ndonjëherë focaccia vet, gatuan ti? Po, patjetër që gatuaj, po. Çfarë për shembull ke qef nga gatimet shqiptare? Nga gatimet shqiptare, po në fakt ka shumë gjëra, por besoj se më shumë nga gjithë është byreku. Byrekun? Po, byreku. Dita gatuash byrekun? Me kos. Byreku me kos? Po, byreku me kos është... Ta hash me kos, byrekun e bën me spinaq ose me... Po, ta hash, dhe me thënë ta shoqërosh me kos. Ja, ju se keni në Itali, ne e kemi këtë për shumë. Ja, është e vërtet. Byreku... Po ti e gatuan vet, apo e gatuan me... Po, e gatuan e vet, po. Në fakt më pëlqen më shumë kur e bë gjyshe bakshërtin tim, ajo bë special fare, sidomos me spinoqe. Por O sa e bukur ishte. Ti thu spinoqe? Po. Po unë thash Tironca. Unë kam theksin nga Tirana, se tash ne jetojmë në fshat Bërzull, është fshati Tirana. Çfarë i thu tjetër për shkak si Tironca? Spinoq? Se më thot për herë vjerim, më thot se kur shkoj kështu në televizor, më thot ti e thu për herë, po që të bëje, kam su kështu si uq. Damote, tjetër për shumë gjithë kështu. Grosh. Grosh, po. Po, për sonte do bëjmë grosh. Nuk e di. Qajnë të fjallet tironcësh, që tironcët? Se në fakt e në unë nuk është që... E në unë. Ja, e shikon dele, jo. Nuk di për shemëll qa kam mësu nga Tirana, se qa kam mësu kështu nga letrare. Po, unë thjesht e kam mësu kështu, nuk është që kam bë një shkollë, ose kam bë kurse. Fjalla më e vështirë për ta mësuar ti në Shqip? Nuk e di, ndoshta diçka me që, se në fillimi ka qenë pak e vështirë kjo gjë, me që janë për herë dy shkronja bashkë. Qartë interesante. Nuk e kemi Me në. gjë. Po, në më gjë, në më që, nuk e kemi në Itali këta, sidomos dy shkronja bashkë, nuk e kemi fare. Kështu që ndoshta këta fjale që janë Gatime për shumë që ti ja u gatuan atyre, po që është italian, që gjithmonë ta besojnë ty si? Lasagne. Lasagne dhe tiramisu. Tiramisu është specialitet tim. Oke. Dhe me thënë që ti gatuan gjithmonë shpi dhe kjo është ndarë, dhe me thënë janë gatimet e tua. Po, patjetër. Jeni shtuar në familje bashkë me Diegon. Po, Diegon apo jo, time. Diego është 9 muajsh. Po. Thuaj pak si ishte ky momenti? Besoj një nga momente më bukur të jetës time, se normal të shije fëmija është diçka, është bekim. Është bekim, ne e kemi si mrekulli është, nuk e di që më të them tjetër, se me të fjale janë pak me përshkruajt dot, jo. Diego, ja zgjodhet bashkë emrin, ja zgjodhet ti? Po, në fakt... Cilat ishin dyshimet për emrat njërë? Në fakt, e zgjodhi bakshërtin tim, sepse ishim me dy kështu, dhe më thënë, nëse do ishte gocë, e kisha zgjedhë unë. Nëse do ishte qunë, e kisha lënë bakshërtin tim. Edhe, e zgjodhi aji, e? Po. Shumë e bukur. Në fakt, e vendosi Diego aji, kishte në një arsye, kishte në një lidhje, apo thjesht i kishte pëlqyer si emër? Ja, i pëlqite si emër, pa themja në pak të dreta, diçka me futbolli, Diego Maradona. Diego Maradona, i apasionuar mbas futbollit. Po, patjetër. Tani të pyes, thonë që djali e merr të folurën dhe gjuhën e merr nga nëna. Po. Prej nënës nuk e harron. Tani ti i flet italisht, Diego, apo i flet shqip? Po, unë i fol italisht. Ti i flet italisht gjithmonë? Po, gjithmonë unë i fol italisht. Ndoshta do një fjalë ka i herë sidomos kur i bëj ledhe kështu në shqip. Si e ledha tonë për shumë në shqip? Po, kështu i them zemra ime, shpirti im, i vogli mami, kështu, atë po. Po, në përgjithësi i fol italisht. Në përgjithësi i flet italisht, po bashkëshorti i flet shqip. Shqip, po. Po e keni vendosur kështu bashkë që si...